Komisioni i Venecias ka luajtur një rol thelbësor për realizimin e reformës në drejtësi dhe përmirësimin e kodit zgjedhor. I pranishëm në konferencën 30 vite partneritet dhe progres Shqipëria, Këshilli i Evropës dhe Komisioni i Venecias, kryeministri Rama theksoi se komisioni ka qenë një udhërrëfyes i rëndësishëm për të mos humbur busullën e orientimit drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Komisioni i Venecias ka në bilancin e vet dy kontribute kyçe për historinë e re ende, por gjithsesi histori e zhvillimeve demokratike në Shqipëri. Kontributet për kodin zgjedhor, të cilat kanë mbështetur thelbësisht përmirësimin e këtij kodi dhe kanë forcuar garancinë e standardeve demokratike dhe nga ana tjetër kontributin historik për reformën më të thellë dhe më të vështirë që ka bërë Shqipëria, reformën në drejtësi, ku komisioni ka qenë një bashkëpunëtar i pandar, një udhërrëfyes si gjithmonë i matur dhe një autoritet që na ka ndihmuar të ruajmë gjatë gjithë kohës busullën dhe të orientohemi gjatë gjithë kohës në drejtimin e duhur. Ndërsa ish kreu i Komisionit të Venecias theksoi se është shumë e rëndësishme që Shqipëria të vazhdojë të përparojë në zbatimin e 3 parimeve të Këshillit të Evropës për një anëtarësim të plotë në BE. Bashkëpunimi midis Komisionit të Venecias dhe Shqipërisë është shumë i pasur dhe i trajton shtyllat e një demokracie të shëndetshme. Ai synon të sigurojë zbatimin e 3 parimeve kryesore të Këshillit të Evropës: demokracia, të drejtat e njerëzit dhe sundimi i ligjit. Shumë gjëra janë arritur deri tani, por ne nuk duhet të qëndrojmë dhe duhet të vazhdojmë të sigurojmë gjithmonë një përputhje gjithnjëherë më të mirë të legjislacionit dhe praktikës shqiptare me këto parime. Kjo është edhe më e rëndësishme në këtë periudhë të prapambetjes demokratike në mbar botën. Shqipëria, zonja dhe zotrinj, Shqipëria mund dhe duhet të përparojë për të mirën e popullit të saj dhe për një integrim të plotë në Bashkimin Evropian dhe në familjen evropiane. Me rastin e 35 vjetorit të Komisionit të Venecias dhe 30 vjetorit të anëtarësimit të Shqipërisë në Këshillin e Evropës, u zhvillua në Tiranë konferenca jubilare me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të lartë të qeverisë, drejtësisë, institucioneve të pavarura dhe partnerëve ndërkombëtar.